këtij radhës pyet thot vlera e abdesit. Vlera e abdesit, sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar në hadithe, do thon ai i cili merr abdes, ai i cili merr abdes, do thon në mënyrë më të mirë, do thon, dhe pastaj thet, do thon ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, i çelën do thon 7 dyr xhenetit. Mirë po, do me thonë, me marrjen e abdesit, njësoj është në hadith, do me thonë, se dalin gjunahet, do me thonë, sikur që u i del, do me thonë, prej trupit ti. Për atë Ebu Hurajra radiallahu anhu, sikur që transmetohet, kur ka marrë abdes, i ka la, do me thonë, pjesë të trupit, ma shumë se është dasht. Për shembull, kam t'i ka la, për shembull, pak ma shumë manalt, dhe dur, do me thonë, i ka la deri në krah. Edhe ka thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka cek në hadith, edhe hadithi është në Riyadhus Salihin, thëtë në ditën e kiametit do të njihet, do të thonë, çdo besimtar, do të thonë, me vendet ku ka marr abdes. Do të thonë, vendet do të jenë zdritshme ditën e kiametit prej abdesit që ka marrë në këtë dynjë. Për atë është mirë, do të thonë, të mirët abdes, do të thonë, edhe vlera e abdesit është kjo, do të thonë se mas pari, do të thonë, është falja e gjunaheve, do të thonë, gjunahet, do të thonë, me një rivajet tjetër, do të thonë, do t'i falen gjunahet që ai ka bërë, do të thonë, më herët. Do të thonë, gjunahet dalin, do të thonë, me dalin e ujit, do të thonë, edhe normal ditën e kiametit do t'i zdriten, do të thonë, vendet ku ka marr abdes. Kjo është, do të thonë, vlera e marrjes të abdesit, do të thonë, në përgjithësi.